Dje rreth orës 10 në fshatin Dobërdol të Gostivarit, zyrtarët policor nga stacioni policor Gallat privuan nga liria 45 vjeçaren MS nga fshati Kalisht i Gostivarit. Ajo dyshohet se më herët gjatë asaj dite ka kryer një vjedhje në një shtëpi në fshatin Gradec, pronë e HA 49 vjeç nga Gradeci. Me që rast ka vjedhur stoli ari në vlerë prej rreth 9.000 euro. Sendet e vjedhura janë gjetur dhe janë kthyer pronares, ndërsa MS është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, ndaj saj do të vijojë kallëzim përkatës. Dje rreth orës 16:40 në departamentin policor të Arc është paraqitur vetë personi RM 41 vjeç nga fshati të Arc. Sipas raportimit, rreth orës 14:30 në fshat, pas një mosmarrveshjeje paraprake, ai ka sulmuar fizikisht ZB 53 vjeç nga fshati Slatin, duke përdorur një mjet të mprehtë dhe duke i shkaktuar lëndime, të cilat janë konstatuar në Spitalin Klinik të Tetovës. RM është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, ndaj tij do të vijojë para shtresë përkatëse. Dje rreth orës 16:20 në rrugën Vëllezërit Gjinovski në Gostivar, zyrtar policor nga Departamenti i Punëve të Brendshme Gostivar arrestuan MS 23 vjeç nga Gostivari, pasi është sjellë në mënyrë agresive ndaj zyrtarëve policor që po kryenin detyrën zyrtare. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, ndaj tij do të vijojë para shtresë përkatëse. Dje rreth orës 15:30 në departamentin për punë të brendshme Gostivar janë paraqitur vetë personat OA 19 vjeç, AS 18 vjeç dhe dy të mitur 17 vjeçar së bashku me prindërit e tyre, të gjithë nga Gostivari. Sipas raportimit, rreth orës 14:55 në oborrin e një shkolle të mesme në Gostivar, ata kanë prishur rendin dhe qesin publike me përleshje fizike mes veti. Të njëjtit janë ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, ndaj tyre do të vijojë para shtresë përkatëse. Dje rreth orës 15 në sektorin për punë të brendshme Tetov, një 57 vjeçar nga një fshat i Tetovës ka denoncuar se është mashtruar për një shumë prej 3.000 eurosh nga një grua, e cila i është prezantuar se është nga Bullgaria dhe me të cilën ka kontaktuar përmes rrjeteve sociale. Sipas denoncimit, më datë 20 dhjetor 2025, ajo e ka njoftuar se dëshiron të blejë një banesë në Tetov, ndërsa disa orë më vonë i ka telefonuar dhe i ka thënë se në vendkalimin kufitar i kanë sekuestruar 10.000 euro. Siç është raportuar, më vonë i ka telefonuar një person i prezantuar si komandant i vendkalimit kufitar dhe i ka njoftuar se ajo duhet të paguajë një gjob prej 3.000 eurosh që t'i kthehen parat. Gjithashtu, sipas denoncimit, pasi i ka paguar parat përmes transfertave të shpejta në 3 agjenci të ndryshme, siç i ishte thënë, ai nuk ka mundur t'i kontaktojë më në telefon, pas së cilës ka kuptuar se është mashtruar, po ndërmerren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e rastit.